Aksidentoi për vdekje 7 vjeçarin në Elbasan. Apeli rrëzon kërkesën për lehtësi mase dhe e lën në qeli regjizorin Petro Bozo. Gjykata e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm ka lënë në fuqi masën e sigurisë ndaj regjizorit Petri Bozo duke rrëzuar kërkesën e tij për një masë më të lehtë. Vendimi është marrë pak ditë më parë ndërsa apeli ka konfirmuar vendimin e gjykatës së shkallës së parë të Elbasanit. Si pasojë, Bozo do të vijojë të qëndrojë në burg gjatë hetimeve për aksidentin me pasojë vdekje në një 7 vjeçari. Ngjarja ndodhi mëngjesin e 25 majit pranë shkollës së fshatit Mengel në Elbasan. Fëmia nxënës i klasës së parë humbi jetën pasi u përplas nga automjeti që drejtohej nga Petri Bozo. Sipas të dhënave të dosjes, 7 vjeçari ndodhej pranë rrugës së bashku me nënën e tij pasi kishin shoqëruar motrën në shkollë kur ndodhi aksidenti fatal. Me vendimin e apelit, masa e sigurisë e caktuar nga shkalla e parë mbetet në fuqi, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë rrethanave të ngjarjes vijojnë.